Në lidhje me këtë çështje, deputeti vetëm shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shejp Kamberi, ka njoftuar se është dorëzuar kërkesa për shkarkimin e ministres serbe Snežana Paunović. Kamberi ka njoftuar se iniciativës janë përgjigjur edhe 47 deputet të tjerë, të cilët kanë nënshkruar këtë nismë, ndërsa në total janë bërë 53 deputet të opozitës që i kanë dorëzuar kryeministrit të Serbisë Đuro Macut kërkesën për shkarkimin e ministres. Kryeministri, sipas Kamberit, ka përgjegjësi politike dhe institucionale të reagojë dhe të dëshmojë se në qeverinë e Serbisë nuk ka vend për një ministre që mbron idetë e dëbimit të njerëzve mbi bazën e përkatësisë së tyre kombëtare dhe që promovon veprime jashtë ligjit dhe procedurave gjyqësore. Nëse Macut refuzon që të propozojë shkarkimin e saj, ai do të marrë përgjegjësinë për vazhdimin e mandatit të saj në këtë funksion dhe për normalizimin e një politike të tillë brenda qeverisë së Serbisë. Edhe e themeluesja e fondit për të drejtën humanitare, Natasha Kan, diçka reaguar